Tabloidi britanik Daily Mail ka publikuar një artikull ku u flet për dominimin e mafias shqiptare në tregun e kokainës në Britaninë e Madhe, duke theksuar se shqiptarët kanë marrë kontrollin pothuajse të plot të këtij tregu, që vlerësohet 5 miliard pound në vit. Sipas hetimit, shqiptarët kanë krijuar lidhje të drejtpërdrejta me kartelet e Amerikës Latine, duke e shmangur kështu çdo ndërmjetës dhe furnizojnë tregun britanik me kokainë me cilësinë më të lartë dhe çmimin më të ulët se rivalët. Kjo ka dhënë atyre një avantazh të jashtëzakonshëm dhe ka bërë që të marrin kontrollin në shumë qytete të Britanisë. Daily Mail shkruan se mafia shqiptare njihet për dhunën ekstreme dhe për ekzekutimet ndaj atyre që nuk paguajnë borxhet, ndërsa autoritetet e vendit janë në alarm për shkak të fuqisë në rritje të këtyre grupeve. Në artikull përmendet emri i Dritan Recepit, i njohur si një nga kokat kryesore të trafikut të kokainës në Amerikën e Jugut dhe në Europë, i cili është arrestuar dhe ekstraduar në Shqipëri pas një arratije shumë vjeçare. Britania është mbushur me ferma kanabisi të drejtuara nga shqiptarët, ndërsa autoritetet kanë zbuluar disa prej tyre me vlerë miliona pound. Vetëm një operacion i fundit kishte një sasi kanabisi me vlerë 21 milion pound. I vetmi qytet ku shqiptarët nuk kanë arritur të hyjnë plotësisht është Liverpooli, ku grupet lokale kriminale mbajnë territorin e tyre me fanatizëm. Në mesazhe të siguruara nga policia përmes rrjetit të enkriptuar EncroChat, kriminalët vendas paralajmëronin shqiptarët të mos afroheshin, me mesazhe si ky qytet është imi, nëse tenton të futesh ke për të vdekur. Autoritetet britanike shprehen të shqetësuara për fuqizimin e vazhdueshëm të mafias shqiptare, vendikimin e saj në tregun e drogës në të gjithë vendin.